Zyrtarisht ky vend quhet Buçimas. E ka marrë këtë emër sepse kur thryn veriu, dallgët e liqenit buçasin pa pushim. Zyrtarisht quhet Buçimas, po asnjë nga vendallinjt nuk thot jam nga Buçimasi apo do shkoj në Buçimas. Të gjithë thonë me krenari jam nga Starova. Komuna Buçimas në Pogradec shtrihet në pjesën juglindore të Shqipërisë, buz liqenit të Ohrit. Kur Pogradeci nuk ekzistonte si qytet, Starova kish 4 lagje, 400 shtëpi, 20 dyqane, 3 xhami, 3 hane, banjo publike dhe medrese. Fshatrat e kësaj komune shtrihen në formë amfiteatri, rreth kodrave deri buz liqenit të Ohrit. Në qendër ndodhet fushgropa e Starovës. E kaluara dhe e ardhmja e kësaj komune lidhet me këtë fushë dhe me këtë liqen. Unikal për bukurinë dhe biodiversitetin e tij, si monument natyror i trashëgimisë njerëzore që mbrohet nga UNESCO. Në të 4 stinët e vitit, ky liqen ka një dritë të magjishme. Kjo dritë që ndryshon në vartësi të motit e bën peizazhin madhështor, intim, të ngrohët dhe të ashpër. Peshkëpia është një fshat i vogël me 30 shtëpi, 12 kilometra larg qendrës së komunës. Çuditërisht, ky fshat me një bukuri të rrallë është pak i njohur nga publiku i gjerë. Ndoshta se këtu derivon ka qenë një nga pikat sekrete të kufirit me Maqedoni. I ndodhur 1000 metra mbi nivelin e detit, këtu bie mjaft borë. Nga fshati Peshkëpi mund të soditësh perëndimin e diellit mbi malet në liqen. Tushemishti është një fshat tjetër i komunës Buçimas. Nuk ka më shumë se 100 shtëpi. Në hyrje të fshatit Tushemisht ndodhet Voloreka, do me thënë lumi i madh. Nuk është i madh as për nga gjatësia, as për nga gjerësia. Është i madh për vlerat që ka. Disa i thonë këtij lumi Drilon, do me thënë uji që dridhet, sepse rëshqet aq ngadalë sa duket sikur nuk lëviz, po dridhet. Në çdo stin, Driloni mbetet një vend romantik ku bukuria dhe qetësia nuk kanë limit. Në një ambient të tillë, të mbuluar nga bora, njeriu ndjen madhështinë e natyrës dhe bëhet pjesë e saj. Më shumë se kushdo, gëzimin e borës e ndjejnë fëmijët. Ndoshta jo të gjithë e dinë se dikur Voloreka ka qenë kënet. Pemët e mbjella këtu janë marrë nga e gjithë Shqipëria. Në këtë kuptim, Voloreka apo Driloni është një mini park kombëtar. Një poezi drurësh dhe ujrash, ku mund të kalosh një ditë të paharuar. Nëse do qetësi, relaks dhe prehje shpirtërore, eja këtu, në këtë vend.
Po ka që bukur është Voloreka në Vjeshtë, kur gjethet e pemëve mbulojnë gjithë peizazhin. Tushemishti është vend i burimeve. Këto burime vinë nga liqeni i Prespës, kalojnë poshtë malit të tatë dhe shpërthejnë nëpër shkëmbinj të rreth fshatit. Banorët i futën këto burime shtëpi më shtëpi, në mes të dhomës. Për të zbuluar më mirë burimin e shtëpisë së vet, i zoti i kësaj shtëpie e ka hequr dyshemen që ngrihet mbi shkëmbinj. Dhoma ku buron ujë është ashtu si që ka ndërtuar Sërgjyshi, Gjyshi dhe babai i tij. Madje Oxhaku dhe shumë rendit të tjera janë ashtu si i kanë lënë ata që kanë banuar këtu e 100 vjet më parë. I zoti i shtëpisë i ruan këto objekte me fanatizëm. Ka hequr vetëm dyshemen për të parë më mirë themelet e shtëpisë që ngrihet mbi ujë. Ky është një muze i gjallë etnografik për të kuptuar se si kanë jetuar tushemishtarët brez pas brezi në këtë fshat. Tani, këto burime ujë tushemishtarët i kanë futur në vaska dhe kultivojnë masivisht peshku. Fshati tushemisht ngrihet mbi ujë. Burimet kalojnë shtëpi më shtëpi e formojnë jo një lumë, por disa lumenj të vegjël. S'ka shtëpi që të mos ketë një burim. S'ka shtëpi që të mos ketë peshk në obor. Natyra e mrekullueshme, liqeni, klima e shëndetshme, prodhimet e shumta bujqësore, të gjitha këto i kanë dhënë një zhvillim të vrrullshëm turizmit. I pari u ndërtua ky hotel i vogël mbi themelet e shtëpisë së vjetër. Pas tij u ndërtuan edhe shumë të tjerë. Komuna Buqimas ka në juridiksionin e vet 9 kilometra breg liqenor. Ky është bregu më ranor në të gjithë liqenin e Ohërit. Rëraimët në të 9 kilometrat e ka bërë këtë zonë mjaft të frekuentuar për amatorët e ujit. Nëse doni të bëni plazh, ja vlen të shkosh në zonën e Buqimasit dhe Tushemishtit. Për drejtuesit e komunës Buqimas, kujdesi për mirëmbajtjen e bregut liqenor është i veçantë, një prioritet që nuk neglizhohet asnjëherë. Në të gjithë zonën e bregut, që i përkasin komunës Buqimas, ka me 10 lokale, bare, restorante dhe hotele të ndërtuara sipas stilit të kohës, me komoditet të lartë, ku nuk mungojnë as sallat e konferencave për aktivitete ndërkombëtare. Nëse jeni lodhur nga komoditeti, ju mund të qëndroni edhe në një shtëpi karakteristike fshati. Rrethuar me lule dhe pemë, tradit kjo që starovarët e ruajnë edhe sot e kësaj dite. E reja dhe e vjetra, modernja dhe tradicionalja, në këtë komunë bashkëtojnë pranë e pranë, pa cënuar njëra tjetrën. Në këto lokale mund të kalosh Krishtlindjet, vitin e ri, një eveniment familjar apo një weekend të mrekullueshëm.
Këtu je I mirëpritur si askund tjetër, sepse ajo që të befason në këtë komunë është mikpritja dhe bujaria e këtyre njerëzve. E sikur të mos mjaftonte kjo dashuri që të rrethon ngado, vjen befasia tjetër. Guzhina tradicionale me peshkun e rallë koran, sallatat pafund, supa me vezë peshku dhe vera e butit që këtu e bën çdo familje. Starovarët janë të famshëm për lakrorët e tyre me peta të holla të bëra me dorë. Jo vetëm hapja e petave dhe mbushja e tyre me gjithfar erzash e zarzavatesh, por edhe pjekja e tyre me saq, me prush druri, u japin këtyre lakrorëve një shije të veçantë. Njerëzit e kësaj zone e kanë punuar tokën si askush tjetër. Me djersën e tyre, ata kanë qenë një hap para të tjerëve. Edhe në vitet 90, kur të tjerët I kthyen shpinën tokës, ata I qëndruan besnik asaj. Kjo lidhje e fortë me tokën është një lloj krenarie kombëtare për ta. Të gjitha kodrat përreth komunës I kanë mbjell me pemë frutore, me mollë, qërshi, pjeshka, kumblla e darë. Kur vjen pranvera, vendi mbushet me lule dhe aromën e tyre. Komuna Buqimas, me të 7 fshatrat e saj, Vërdov, Rëmenj, Gështënjas, Zagorçan, Peshkëpi, Tushemisht e Starov, ndodhet në kufi me bashkinë e qytetit të Pogradecit. Janë aq afër me njëra tjetrën, sa që edhe vëndallinjtë e kanë të vështirë të kuptojnë se ku mbaron njëra e ku fillon tjetra, sepse për nga infrastruktura dhe mënyra e jetesës, komuna Buqimas I ngjan një qyteti. Ky servis makinash, të cilin do e kish zili çdo qendër urbane, ndodhet në fshat. Një servis që të afron çdo lloj shërbimi. Nuk është as pak për t'u çuditur që Buqimas I ka universitet. Po, universitet në fshat, I cili ndryshe nga shumë universitete që kanë lindur si kërpudhat pas qiut në Shqipëri, është jo vetëm I licencuar, por edhe I akredituar. Në këtë qendër arsimore, mësimi fillon qysh në shkollën fillore dhe vazhdon deri në universitet. Programi mësimor është I pajisur me mësime shtesë për gjuhën angleze, gjermane, informatik e tjerë. Të rinjt inkurajohen të praktikojnë talentet e tyre në këngë, pikturë, sport dhe dramë. Mbi liqen dielli është në të perënduar. Peshkatarët nisen për gjueti. Në komunën Buqimas, njerëzit nuk janë vetëm bujq të mirë, por edhe peshkatar të zotë. Mbrëmja bie dal nga dal, por në komunë, ndryshe nga shumë zona rurale të Shqipërisë, këtu ka jetë nate. Të rinjtë e fshatit frekuentojnë fushat e minifutbollit. Ato janë në periferi të fshatit, të hapura në natyrë, por edhe të mbyllura për të shfrytzuar në çdo kohë. Nëse ka parajs në tokë, ajo është këtu, në këtë vend, buzëqenit të Ohrit. Po si mund të shkosh në komunën Buqimas? Nga veriu nëpërmjet rrugës nacionale që të çon në Pogradec, e prej andej nëpërmjet rrugës Buzliqenit ose 2 rrugëve të tjera paralel me të që të çojnë në qendër të komunës. Nëse je jashtë Shqipërisë, mund të vish nëpërmjet aeroportit të Ohrit, 25 km larg komunës Buqimas, duke kaluar pikën kufitare të Tushemishtit. Duke qenë në Tushemish, ju mund të vizitoni një tjetër pikë turistike, jo shumë larg. Vetëm 1 kilometër më tutje ndodhet Shënaumi. Veç lokaleve të shumta, këtu ka një manastir të vjetër, ku mund të flësh një natë
ose të shkosh në Ohër apo Strug. Duke qenë në komunën e Buqimasit, ju mund të vizitoni urën e Golikut, varezat monumentale të Selsës ose mozaikët e Linit me bazilikën e lashtë. Mund të shkoni edhe në zonën e Prespës, për të parë kishat heremite, të cilat janë të ndërtuara në shkëmbinj që bien thik mbi liqen. Janë këto resurse turistike që e kanë bërë komunën e Buqimasit në Pogradec mjaft të vizitueshme, jo vetëm nga turistë vendas, por edhe të huaj. E për të gjitha këto, ja vlen të shkosh qoftë edhe një herë të vetme në Buqimas. Në këtë zonë turistike, 4 kilometra larg qytetit të Pogradecit dhe 25 kilometra larg aeroportit të Ohrit. Ky është Buqimasi. Komuna që të ardhmen e vete mbështet tek turizmi e po punon për të.